Egoja nuk është shoku yt, është armiku që flet me zërin tënd. Ajo të bind se ke gjithmonë të drejtë, se nuk duhet të kërkosh falje, se je më i mirë ose më i keq se të tjerët. Dhe ndërsa ti e dëgjon, ajo të merr ngadalë gjithçka. Marrëdhëniet, mundësitë, qetësinë dhe rritjen personale. Shumica e njerëzve nuk dështojnë për shkak të mungesës së talentit apo inteligjencës. Ata dështojnë sepse nuk arrin të mposhtin armikun më të rrezikshëm, egon e tyre. Nëse dëshiron të kuptosh pse egoja është pengesa më e madhe drejt suksesit dhe si ta kthesh për ulsin në superfuqinë tënde, qëndro deri në fund. Ajo që do të dëgjosh mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh veten përgjithmonë. Egoja është armiku yt. Që nga momenti kur lindim, fillojmë të ndërtojmë një identitet. Mësojmë emrin ton, familjen, aftësitë, sukseset dhe dështimet. Me kalimin e viteve, krijojmë një histori për veten dhe fillojmë ta besojmë atë pa e vënë në dyshim. Kjo histori është e dobishme deri në një pikë, por shpesh ndërrohet në diçka shumë më të rrezikshme. Ego. Shumë njerëz e ngatërrojnë egon me vetbesimin. Në të vërtetë, ato janë pothuajse të kundërta. Vetbesimi është i qetë. Nuk ka nevojë të bërtas. Nuk ka nevojë të bindë askënd. Ai mbështetet në punë, përvojë dhe rezultate. Egoja, përkundrazi, ka nevojë për vëmendje të vazhdueshme. Ajo kërkon duartrokitje, lavdërime dhe miratim. Kur nuk i merr, zemërohet, ndihet e kërcënuar dhe fillon të sulmojë. Mendo për njerëzit që nuk pranojnë kurrë se kanë gabuar. Edhe kur faktet janë përpara tyre, ata gjejnë justifikime. Nuk është sepse janë të këqij, është sepse egoja e tyre nuk e lejon të pranojnë se nuk janë të përsosur. Për egon, të pranosh një gabim është një humbje. Por për një njeri të mençur, pranimi i gabimit është fillimi i rritjes. Filozofët stoik e kuptonin këtë shumë shekuj më parë. Ata besonin se armiku më i madh nuk ishte bota e jashtme, por reagimet tona ndaj saj. Nuk mund të kontrollosh gjithmonë njerëzit, fatin apo rrethanat, por mund të kontrollosh mënyrën se si përgjigjesh. Egoja është ajo që e bën këtë kontroll shumë të vështirë. Ajo të shtyn të reagosh me zemërim kur dikush të kritikon. Të shtyn të ndihesh superior kur arrin sukses dhe i pavler kur dështon. Ironikisht, egoja nuk shfaqet vetëm tek njerëzit arrogant. Ajo fshihet edhe tek ata që nënvlerësojnë vazhdimisht veten. Kur dikush mendon gjatë gjithë kohës, unë nuk vlej, unë jam më i keqi, askush nuk më kupton, ai ende është i përqendruar vetëm tek vetja. Edhe kjo është një formë egoje. Egoja nuk është vetëm bindja se je më i mirë se të gjithë, është obsesioni për veten në çdo formë. Në jetën e përditshme, egoja shfaqet në mënyra që shpesh nuk i vëmë re. Ajo të bën të ndërpresësh të tjerët kur flasin, sepse mendon se historia jote është më interesante. Të bën të mos kërkosh falje edhe kur e di që ke gabuar. Të bën të refuzosh këshilla sepse beson se i di të gjitha. Të bën të krahasosh vazhdimisht jetën tënde me jetën e të tjerëve. Në epokën e rrjeteve sociale, egoja ushehet më shumë se kurrë. Çdo pëlqim, koment apo ndjekës mund të bëhet një dozë e vogël kënaqësie. Gradualisht fillojmë të masim vlerën tonë me numra. Në vend që të jetojmë për të ndërtuar një jetë të mirë, fillojmë të jetojmë për ta treguar atë. Dhe kur miratimi i të tjerëve bëhet burimi kryesor i lumturisë, humbasim lirinë tonë. Një njeri me ego të madhe nuk është domosdoshmërisht i lumtur. Përkundrazi, ai jeton vazhdimisht me frikën se mos humbet statusin, reputacionin ose admirimin e të tjerëve. Çdo kritik e lëndon. Çdo sukses i dikujt tjetër i duket si kërcënim. Çdo dështim bëhet një krizë identiteti. Njeriu i përulur është ndryshe. Ai nuk ka nevojë të provojë vazhdimisht vlerën e tij. Ai është i gatshëm të mësojë, të dëgjojë dhe të ndryshojë mendim kur faktet e kërkojnë. Pikërisht kjo e bën më të fortë. Përulësia nuk është dobësi. Është forca për të pranuar se gjithmonë ka diçka për të mësuar. Në fund të fundit, egoja është si një zë i padukshëm që të përshpërit vazhdimisht, mbroje veten. Mos prano gabime. Duhet të dukesh gjithmonë i fortë. Por ky zë nuk të mbron. Ai të burgos. Dhe sa më gjatë ta dëgjosh, aq më larg largohesh nga versioni më i mirë i vetes. Prandaj, hapi i parë drejt një jete më të qetë dhe më të suksesshme nuk është të ndryshosh botën përreth teje. Është të njohësh armikun që jeton brenda teje. Vetëm kur e dallon egon dhe pushon së binduri verbërisht nga ajo, fillon liria e vërtetë. Si egoja shkatëron suksesin dhe marrëdhëniet. Shumë njerëz besojnë se suksesi varet vetëm nga inteligjenca, talenti apo fati. Por historia tregon diçka krejt tjetër. Shumë individ jashtëzakonisht të talentuar kanë humbur gjithçka, jo sepse u mungonte aftësia, por sepse nuk arritën të kontrollonin egon e tyre. Ndërsa njerëz me më pak talent, por me më shumë përulësi dhe disiplinë, kanë ndërtuar karriera të jashtëzakonshme.
Egoja është e rrezikshme sepse ndryshon mënyrën se si e shohim realitetin. Ajo të bindë se je gjithmonë më i zgjuari në dhomë. Kur fillon ta besosh këtë, ndalon së mësuari. Nuk dëgjon më këshilla, nuk pranon kritika dhe nuk kërkon më të përmirësohesh. Pikërisht në atë moment fillon rënja. Imagjino një kapiten anjeje që mendon se nuk mund të gaboj kurrë. Ai injoron paralajmërimet e ekuipazhit, nuk kontrollon hartat dhe vazhdon drejt stuhis me bindjen se përvoja e tij mjafton. Problemi nuk është mungesa e aftësive të tij. Problemi është egoja që nuk e lejon të dëgjoj. Në fund, nuk fundoset vetëm ai, por edhe të gjithë ata që varen prej tij. Kjo ndodh edhe në jetën reale. Shumë sipërmarrës, drejtues kompanish, sportist apo artist arrin majën dhe fillojnë të besojnë se rregullat nuk vlen më për ta. Ata ndalojnë së dëgjuari ekipin, refuzojnë mendime ndryshe dhe rrethohen vetëm nga njerëz që u thon po. Kjo është një nga kurthet më të mëdha të egos. Ajo nuk kërkon të vërtetën, ajo kërkon duartrokitje. Por dëmi nuk ndalet te suksesi profesional. Egoja shkatëron edhe marrëdhëniet më të rëndësishme. Sa familje janë ndarë sepse askush nuk pranoi të thoshte dy fjalë të thjeshta, më fal. Sa miqësi kanë marrë fund sepse krenaria ishte më e madhe se dashuria? Sa çifte jetojnë me vite në heshtje, duke pritur që tjetri të bëjë hapin e parë? Shpesh nuk është problemi ai që i ndan njerëzit. Është egoja që nuk i lejon ta zgjidhin problemin. Kur dikush të kritikon, egoja reagon menjëherë. Ajo të shtyn të mbrohesh, të kundërsulmosh ose të gjesh justifikime. Por nëse ndalon për një moment dhe pyet veten, po sikur të ketë pak të drejtë, atëherë ke fituar një betejë të rëndësishme ndaj vetes. Njerëzit më të suksesshëm nuk janë ata që nuk gabojnë kurrë. Janë ata që mësojnë më shpejt nga gabimet e tyre. Dhe kjo kërkon për ulësi. Për të mësuar, duhet të pranosh se nuk i di të gjitha. Për të rritur, duhet të pranosh se ke ende shumë rrugë përpara. Filozofia stoike e konsideronte për ulësinë si një formë force. Stoikët nuk përpiqeshin të dukeshin të mençur. Ata përpiqeshin të bëheshin më të mençur çdo ditë. Për ta, çdo kritik ishte një mundësi për të mësuar, jo një sulm ndaj identitetit të tyre. Ata e dinin se njeriu që mbron egon e tij humbet mundësinë për të përmirësuar karakterin. Një nga shenjat më të qarta të një njeriu të pjekur është aftësia për të dëgjuar pa u ndjerë i sulmuar. Kur dikush ka mendim ndryshe, ai nuk nxiton ta hesh. Ai dëgjon, analizon dhe vetëm më pas vendos nëse ka diçka për të mësuar. Kjo nuk do të thotë të pajtohesh me gjithçka. Do të thotë të mos lejosh egon të marrë timonin. Mendo për njerëzit që admirohen për urtësinë e tyre. Ata zakonisht flasin më pak dhe dëgjojnë më shumë. Nuk ndihen të detyruar të fitojnë çdo debat. Nuk përpiqen të provojnë vazhdimisht se kanë të drejtë. Ata e dinë se paqja e mendjes vlen më shumë se kënaqësia e një fitoreje të vogël në një debat të panevojshëm. Në fund, egoja të premton forcë, por të lë të dobët. Të premton respekt, por të largon nga njerëzit. Të premton sukses të përhershëm, por të bën të harrosh se çdo sukses kërkon mësim, disiplinë dhe përulësi. Prandaj pyetja më e rëndësishme nuk është sa i suksesshëm jam. Pyetja është, a jam ende i gatshëm të mësoj? Sepse në momentin që mendon se nuk ke më asgjë për të mësuar, egoja ka fituar. Dhe kur egoja fiton, zhvillimi yt ndalet. Si ta mposhtësh egon dhe të fitosh lirinë e brendshme. Nëse egoja është armiku, atëherë lind pyetja më e rëndësishme. Si mund ta mposhtim? Përgjigjja mund të habis. Egoja nuk mposhtet me forcë, por me vetëdije. Ajo nuk zhduket brenda një nate dhe nuk largohet përgjithmonë. Është një betejë që zhvillohet çdo ditë, në çdo vendim dhe në çdo reagim. Çdo mëngjes egoja zgjohet bashkë me ty. Ajo të pëshpërit, duhet të fitosh çdo debat. Mos e prano gabimin. Tregoju të gjithëve sa i mirë je. Nëse nuk je i vetëdijshëm, fillon ta ndjekësh këtë zë pa e kuptuar. Por momenti kur e dallon është momenti kur rifiton kontrollin. Hapi i parë është të pranosh se nuk je i përsosur. Kjo nuk është një shenjë dobësie. Përkundrazi, është shenja e një njeriu të fortë. Askush nuk i di të gjitha. Askush nuk merr gjithmonë vendimin e duhur. Sa më shpejt ta pranosh këtë, aq më pak energji do të harxhosh duke u përpjekur të mbrosh një imazh të rrem. Një ushtrim i thjesht është të bësh një pyetje sa herë që ndihesh i ofenduar, apo reagoj unë, apo po reagon egoja ime. Shumë herë do të kuptosh se nuk je lënduar nga fjalët e dikujt, por nga fakti që ato kanë prekur krenarin tënde. Një tjetër armë kundër egos është dëgjimi. Shumica e njerëzve nuk dëgjojnë për të kuptuar. Ata dëgjojnë vetëm sa të vijë radha për të folur. Njeriu që dëgjon me vëmendje mëson më shumë se ai që flet pa pushim. Çdo njeri që takon di diçka që ti nuk e di. Nëse e kupton këtë, çdo bisedë bëhet një mundësi për t'u rritur.
Po aq e rëndësishme është të ndash identitetin tënd nga rezultatet. Nëse fiton, mos mendo se je më i mirë se të tjerët. Nëse humbet, mos mendo se nuk vlen. Fitoret dhe humbjet janë ngjarje. Ato nuk përcaktojnë kush je si njeri. Egoja i ngatëron këto dy gjëra dhe të bën të jetosh në një luhatje të vazhdueshme emocionale. Përulësia nuk do të thotë të nënvlerësosh veten. Do të thotë të njohësh vlerën tënde pa pasur nevojë ta shpallësh në çdo moment. Njeriu me të vërtet i aftë nuk ka nevojë të bindë të tjerët se është i aftë. Veprat e tij flasin më fort se fjalët. Edhe dështimet mund të bëhen mësuesit më të mirë. Egoja i urren ato sepse i sheh si turp, por një mendje e mençur i sheh si mësime. Çdo pengesë të tregon një dobësi që mund ta përmirësosh. Çdo kritikë e sinqert është një pasqyrë që të ndihmon të shohësh atë që nuk e kishe vënë re më parë. Një zakon i fuqishëm është të pyesësh veten në fund të çdo dite, ku e lash egon të drejtoj sot? Ndoshta në një debat të panevojshëm. Ndoshta kur nuk kërkove falje. Ndoshta kur refuzove një këshill vetëm sepse nuk të pëlqeu mënyra si u tha. Këto reflektime të vogla, të bëra çdo ditë, ndryshojnë karakterin me kalimin e kohës. Filozofët stoik besonin se njeriu më i fuqishëm nuk është ai që pushton të tjerët, por ai që pushton veten. Është e lehtë të fitosh një debat. Është shumë më e vështirë të fitosh betejën kundër krenarisë. Është e lehtë të kritikosh të tjerët. Është shumë më e vështirë të pranosh gabimet e tua. Pikërisht aty fillon forca e vërtetë. Kur egoja humbet kontrollin, ndodh diçka jashtëzakonshme. Fillon të ndihesh më i qetë. Nuk ke më nevojë të krahasohesh me të tjerët. Nuk shqetësohesh vazhdimisht për atë që mendojnë njerëzit. Nuk harxhon energji duke mbrojtur një imazh të rrem. Fillon të jetosh sipas vlerave të tua dhe jo sipas pritshmërive të botës. Në fund të jetës, askush nuk do të kujtojë sa debate fitove apo sa herë provove se kishe të drejtë. Njerëzit do të kujtojnë karakterin tënd, mënyrën si i trajtove dhe qetësinë që përhape rreth vetes. Prandaj, herën tjetër kur egoja të thotë të luftosh për krenarin tënde, ndalo për një çast. Merr frym dhe pyet veten, a ja vlen kjo betejë? Shumicën e rasteve, përgjigjja do të jetë jo. Dhe pikërisht në atë moment nuk do të kesh humbur. Përkundrazi, do të kesh fituar betejën më të rëndësishme nga të gjitha, betejën me veten. Jeta fillon të ndryshojë kur egoja pushon së të kontrolluari. Imagjino për një moment dy njerëz që përballen me të njëjtën situatë. Të dy marrin një kritik të fortë në punë. I pari zemërohet menjëherë. Ai mendon se kolegët po përpiqen ta poshtërojnë. Kalon gjithë ditën duke u ankuar, duke kërkuar fajtor dhe duke menduar se të gjithë janë kundër tij. I dyti ndjen të njëjtën dhimbje fillestare, por ndalet dhe pyet veten, çfarë mund të mësoj nga kjo? Pas disa javësh, ai është bërë më i mirë në punën e tij. I pari ka mbetur në të njëjtin vend. Dallimi nuk ishte inteligjenca, nuk ishte fati, ishte mënyra se si secili reagoi ndaj egos së vet. Shumica e vuajtjeve tona nuk vijnë nga ngjarjet, por nga interpretimi që u bëjmë atyre. Egoja e kthen çdo kundërshtim në një sulm personal. Çdo refuzim e sheh si provë se nuk je i vlefshëm. Çdo sukses të dikujt tjetër e sheh si një humbje për ty. Por realiteti është krejt ndryshe. Kur një mik arrin diçka të madhe, kjo nuk do të thotë që mundësitë e tua janë zhdukur. Kur dikush nuk është dakord me ty, nuk do të thotë se nuk të respekton. Kur dështon në një projekt, nuk do të thotë se je një dështim. Janë vetëm ngjarje. Egoja është ajo që u jep një kuptim dramatik. Një nga shenjat më të qarta të pjekurisë është aftësia për të mos marrë gjithçka personale. Njerëzit kanë problemet, frikërat dhe betejat e tyre. Shpesh mënyra se si sillen me ty flet më shumë për ta se sa për ty. Kur e kupton këtë, pushon së harxhuari energji duke u zemëruar për gjëra që nuk mund t'i kontrollosh. Mendo për njerëzit që të japin ndjesinë e qetësisë sapo hynë në një dhomë. Ata nuk përpiqen të jenë në qendër të vëmendjes. Nuk ndërpresin të tjerët. Nuk mburen me arritjet e tyre në çdo bisedë. Ata dëgjojnë, flasin me respekt dhe nuk kanë nevojë të fitojnë çdo debat. Kjo është fuqia e një njeriu që nuk drejtohet nga egoja. Nga ana tjetër, egoja është gjithmonë e uritur. Edhe pasi arrin një objektiv, ajo kërkon një tjetër. Edhe pasi merr lavdërime, ajo kërkon më shumë. Nuk kënaqet kurrë, sepse ushqehet me krahasime. Gjithmonë do të ketë dikush më i pasur, më i famshëm, më i bukur ose më i suksesshëm. Nëse lumturia jote varet nga krahasimi, nuk do të ndihesh kurrë plotësisht i qetë. Filozofët stoik e dinin se lumturia nuk gjendet duke kontrolluar botën, por duke kontrolluar veten. Ata nuk kërkonin të ndryshonin mendimin e të tjerëve. Ata punonin çdo ditë për të përmirësuar karakterin e tyre. Për ta, fitoria më e madhe nuk ishte të mposhtnin kundërshtarin,
por të mposhtin krenarin, zemërimin dhe frikën brenda vetes. Një ushtrim i dobishëm është të pranosh se nuk ke nevojë të kesh gjithmonë fjalën e fundit. Sa debate vazhdojnë vetëm sepse askush nuk pranon të hesht? Ndonjëherë mënyra më e zgjuar për të fituar është të mos hysh fare në luftë. Heshtja nuk është gjithmonë shenjë dobësie. Shpesh është shenjë e vetkontrollit. Po ashtu, mëso të festosh suksesin e të tjerëve. Egoja e sheh suksesin e dikujt tjetër si kërcënim. Një mendje e lirë e sheh si frymëzim. Kur gëzohesh sinqerisht për arritjet e të tjerëve, çlirohesh nga zilia dhe krijon marrëdhënie më të forta. Në fund të fundit, nuk do të mbahesh mend për pasurinë që grumbullove apo debatet që fitove. Do të mbahesh mend për mënyrën se si I bëre njerëzit të ndiheshin, për respektin që tregove, për ulësinë që ruajte edhe kur kishe arsye të ishe krenar. Prandaj mos e pyet veten çdo ditë, si mund të dukem më I madh? Pyet e veten, si mund të bëhem një njeri më I mirë? Kjo është pyetja që egoja urren më shumë, sepse në momentin që fillon ta ndjekësh, ajo humbet fuqinë e saj. Dhe ndoshta ky është sekreti më I madh I një jete të qetë. Nuk ke nevojë të jesh mbi të tjerët për të qenë I madh. Mjafton të jesh çdo ditë pak më I mirë se versioni I dieshëm I vetes. Aty fillon liria. Aty fillon urtësia. Dhe aty, më në fund, egoja pushon së qeni armiku që drejton jetën tënde.